Ona tjetër, alo mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, me kënd po bisedojmë? Me Salim Iftarin nga Mitrovica. Po, zotëri Sadri, cili është problemi? Problemi është rruga Avni Rustemi nuk ka ndryqim. Nuk ka fare ndryqim. Ja, të gjitha rrugë për rreth kanë ndryqim, rruga Avni Rustemi nuk ka ndryqim. Pse arsye nuk e di, edhe është edhe një problem tjetër. Po? Sajla e cila e manë tensionin e naltë, gjendet mu në mes të rrugës. Aja ka që në pej që është tensioni naltë, pa nëse ka mundësi të shkohet 2 metra apo se ka atë hapësirë, manej që tjetë në onën e majt apo në djathën, që mos ndodhë në një aksident apo në një e keqe. Se nese po ndodhë e keqe, thonë asë se kemi ditë. Kjo është e ditë me qysh herë, se në pëj kohës ishë Jugoslavisha sa gjendet mundë mes rrugës. Po. Po, zotëri Sadri, kam dhe pak pyetje për këtë pjesën e rrugës. Sa është e gjatë kjo rruga Avni Rustemi? Të kun 200 metra, 220 manaj, s'besaj që mundet me. Po, a ka pas? Krejt me shkushkoj, 5 drita ose 6 vërshama, për 6 drita me metë në terra, aja pjesë, diqysh